ku në vend që të zgjidhim çështjet, rrim dhe merremi me një lloj ecejake urdhrash apo informacionesh, të cilat jo vetëm e kanë shkurajuar stafin akademik, i cili në fakt duhet të jetë i qetë në punën e tij, duhet të jetë padyshim i fokusuar në aspektin pedagogjik, didaktik dhe kulturor, dhe kjo është, si thua, një grusht në brez që i bëhet këtij stafi, i cili ka vite dhe vite që ka eksperiencë dhe ka, si thua, të gjithë kushtet profesionale pedagogjike për të qenë pjesë e këtij titulli të profesoriatit në arte. Zoti Stufi, në këto 3 vite e gjysmë, çfarë ka ndryshuar realisht për pedagogun shqiptar? Paga, dinjiteti, infrastruktura, apo vetëm retorika politike? Unë mendoj që më shumë se çdo gjë ka ndryshuar retorika politike. Por unë mendoj që kur një shtet apo një komb aspiron që të jetë pjesë e komunitetit evropian dhe sfidave bashkëkohore edhe në rastin e pedagogjisë edhe të kulturës, mendoj që duhet realisht të bëheshin hapa serioz dhe konkret në këtë drejtim,